Hristos Voskrese, Hristos Voskrese, Besimtarët ortodoks festojnë festën më të madhe të krishterë, Pashkët, ringjalljen e Krishtit. Воскресението Христово е темелот на нашата вера, зашто во него го сретнуваме живиот Господ. Е силата на нашата надеж, зашто ни открива дека смртта не е крај, туку е премин кон животот во Бога. Ringjallja u kumtua në mesnat në të gjitha kishat, ndërsa sot u mbajt liturgjia e ringjalljes. Festa shoqërohet me vezën e kuqe, bukën e ëmbël, flakën e shenjtë dhe mishin e qengjit. Vezët janë simbol i jetës, ndërsa ngjyra e kuqe simbolizon sakrificën e Jezut Krishtit, që është e mbyllur dhe e përgjumur brenda lëvozhgës së saj. Ovo je najgolem hristijanski praznik. Hristo го дал својот живот за нас. Живи, здрави, сплотени, мир во земјата, тоа е најбитното. Мир и разум. Мир, љубов и сите. Се што може да се прегрне и да се сака. И така Господ ќе ни помогне. Edhe krerët e shtetit dhe shumë funksionarë e zyrtarë të tjerë uruan qytetarët për festën. Presidentja e vendit, Gordana Siljanovska-Davkova, shkroi se në kohë trazirash të mëdha shoqërore, sprovash të rënda dhe sfidash të forta morale, duhet të qëndrojmë të përkullur në virtyte të bashkuar rreth vlerave të humanizmit, solidaritetit dhe respektit të ndërsjellë. Në urimin e tij drejtuar besimtarëve, kryetari i Kuvendit Afrim Gashi tha se Pashkët janë festë që sjellin mesazhe shprese, tripërtitje shpirtërore dhe forcim të besimit në mirësinë, humanitetin dhe bashkimin. Kryeministri Hristian Mickoski shkroi se Pashkët nuk janë vetëm festë e besimit, por dhe simbol i shpresës, ripërtritjes dhe fitores së jetës mbi sprovat. Kryetari i LSDM-s opozitare, Venko Filipçe, tha se Pashkët japin shpresë dhe forcë për fillime të reja dhe një shoqëri më të mirë.